ever you needed to talk, you could talk to me. Or could you talk to me? If ever you feel like you're lost, you can count on me. I'll find your way when the lights go out in the universe. I'll be next to you. I'll be next to you. Ti puth syt edhe hesht i tëri e të zbres nga dal në shpirt. Në më qepall shoh me ty e jam rob, frym, flirt. Ti ma zgjon trupin e humbur, s'di se ku bi trupin tën. Thua, ëndra e ka një fund. Them vdekja, s'është e rënd. Ëndër e bukur, pas syve tu, më thot, ik, më lodhe, mjaft. E nga syt, të zbres si lot. Edhe ëndra bëhet ankth. Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këto qaste kaq të ngrohta dhe kaq interesante të kësaj dite. E kemi përzgjedhur ditën e sotme jo pa qëllim, sepse ajo ka një simbolik të veçantë. Është 14 shkurti, dita e Shën Valentinit. Dhe sigurisht, dëshira e mirë është që ne të ndajmë emocionet e kësaj dite të veçantë me ju. Kemi përzgjedhur për ditën e sotme miq të ftuar në studio, gjithashtu edhe emocione poetike të cilat do t'i përcjellim drejt për drejt tek juve. Pa unë përkohë kam dëshirë të prezantoj të ftuarit e mi në studio për ditën e sotme. Mako Pone, poet, publicist, me një karrierë të gjatë në fushën e letërsisë dhe të dramaturgjisë. Mako, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Gjithashtu, kolegu dhe poeti Alfred Mehmeti. Fredi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studio në këtë datë veçantë. 14 shkurti, dita e dashurisë ose dita e Shën Valentinit. Gjithmonë është përfolur për dashurinë si afeksion, si gjendje shpirtërore, si bekim hyjnor. Andaj lindën mitet, andaj lindi edhe imazhi figurativ për të ditë. Por kam dëshirë së pari të përcjell tek ju vargjet poetike dhe më pas do të kalojmë tek biseda. Kristal. Ka kohë që shiheni dhe ndjej, si të harroj unë dal nga dal. Si vdes tek unë kujtimi yt, si vdesin flokët dhe gjithçka. Tani kërkoj unë poshtë e lartë një vend ku ty të lëshoj. Një strofë, a not, a një brilant, ku të lë, të puth, të shkoj. Nësë të pranofta as një varë, as një mermera, morg, kristal, mos duhet vallë prap të mbartë gjysmë të vdekur, gjysmë të gjallë. Në zgjet shahon, ku të hedh, do të gjej një fusha, një lulnaj, ku butësisht, por si polen,
Gjithkund. Gjithkund të shpërndaj. Të mashtroj, ndoshta kështu, edhe të puth, të ik pa kthim. Dhe nuk do dim, as ne, as kush. Harrimi shky, as ish harrim. Magu, po ju drejtojmë juve në këto momente emocionuese të vargjeve të Kadares, të cilat i përzgjoda me qëllimin sepse këto vargje vend drejt për drejt tek lexuesi dhe relativisht është një poezi e njohur për shumë shikues. Mesazhi i fundit është: harrimi shky as ish harrim. Kadareja dihet që është në yllësinë e poetëve të mëdhenj shqiptar të shekullit të kaluar, edhe natyrisht edhe në vijim. Edhe pikërisht tema hapur, të themi, tema e ditës së 14 shkurtit Shën Valentinit dashurisë, zë në krijim të rinë e tij një vend të veçantë qysh në librat e parë me poezi. Dësa sidomos një përmbysje pati tek vëllimi i tij i famshëm Shekulli im, ku gjithashtu tema e dashurisë është mbizotëruese. Në poezinë Kristal ka kapur një gjendje emocionale që na fut menjëherë në atmosferën e kësaj dite të veçantë, që e quajmë ditën e të dashurorëve, dhe në radhë parë përfitojmë moshën e brisht, moshën rinore. Në fakt, pa dashur që ndërpres ligjëratën, gjithë qëllimi ishte pikërisht ky, sepse ne e konceptojmë në ditën e dashurisë që dashuria është vetëm një akt i të rinjve, por duke e marrë nga përvoja juaj jetësore, ashtu edhe nga përvoja juaj letrare, prandaj dhe ju shtroj pyetjen: harrimi shky as ish harrim? Sepse unë kam parasysh një varg të Pushkinit genial, dashuria nuk njeh moshë. Dhe përjetimi ta zëm një poezi të veçantë ka të bëjë me anën subjektive të asaj vajze, atij djali, asaj gruaje, atij burri, të atij të moshuarit dhe asaj të moshuare, sepse tham që dashuria nuk njeh moshë. Edhe bukuria e një poezie të tillë është pikërisht sepse gjithsecilit i jepet një kënd të vështrim. Ish humbje apo si ish humbje, ish varr apo ish një bistak, një lule. Domethënë, ai ta lë të hapur sido që të zhvillohet ngjarja, qoftë edhe brenda një poezie. Ish humbje po nuk ish humbje. Në ç'kuptim? Njëherë do të kemi parasysh edhe në rastin e deziluzioneve, zhgënjimeve, humbjeve në dashuri. Përsëri dashuria nuk është dukur. Dashuria është stresuar në ndërgjegje, në vetë të tij, subconsciencë. Ajo ngelet aty, herë si lule, herë si kujtesë e freskët, por edhe herë si nostalgji, edhe herë si humbje. Por megjithatë, ajo nuk është zhdukur si ndjenjë. Ajo është rrënjosur në brenda njeriut. Dhe pikërisht këtë më kujton kjo poezi, shumë e bukur, sepse gjithsesi është humbje apo është fitim, është ana si thuaç e fundit, është finishi i diçkaje. Ke humbur apo ke fituar, por ke dashuruar. Dhe këtu është gjë më e bukur. Prandaj Emocionalisht je ndier vital, që rëndësi ka po, ngjarja. edhe ne kur e lexojmë që më transmetohet, ne të dy që jemi poet me gjithë Fredin, ne na transmetohet një gjendje, ashtu si i transmetohet çdo lexuesi. Por këtë gjendje me forcën e imagjinatës së cili e veshë mas mënyrës vetë, sepse dashuria do ta çojë diku, në një qytet, në një rrugiç, do ta çojë në një mbrëmje vallëzimi, do ta çojë në një bankë të universitetit, do ta çojë në një park në Lulishte. E gjitha kjo të jepet si mundësi që me anë të imagjinatës, imazheve të tua, ta veshësh këtë moment kaq të bukur poetik. Fredi,
Ishim tek vargjet e Kadares, por kuptohet, i kam përzgjedhur tani këtë emision përmes mendimit poetik, për vetë përvojën poetike, për vetë edhe dëshirën e gjithkujt që ka të shprehet përmes vargut poetik. Sigurisht nga përvoja juaj poetike, ne do kemi momentet ndalemi në minutat në vazhdim për këtë akt të madh, për këtë akt sublim si është dashuria. Por si e shihni ju dashurinë, si një harrim, si një largim, si një ndarje, si një përvojë, si një provë për njëri tjetrin? Mbas e këndvështrimi që më pëlqen më shumë të shikoj, dashurinë është vënia në provë. Dashuri. I qëndroni besnik ides tuaj që gjithçka është një vënie në provë. Ajo që më çudit vjen, po themi edhe sot. Dhe gradualisht me një lloj emancipimi të shoqërisë sonë, gjë më e vështirë nuk është të fitosh një kërcjell brenda dashurisë. Gjë më e vështirë është që atë kërcjell jo të ta kushtojnë të tjerët, po ta mbash dhe të mos e dorëzosh vetë. Dhe kjo është më pases ajo fatkeqësia sot që e fitojnë me pak mundim, po e dorëzojnë fare lehtë. Dhe në këtë këndvështrim që mua ka dy emërtime. Ka dashuri, ka dhe e fjala dashuriçka. Ose nëse do flasim është base ajo ana tjetër, ne jemi njëkohësisht njohës dhe lexues të letrave dhe dëgjues. Dashuria është vetëm një. Në shqip, po besoj edhe në gjuhë tjera nuk kemi formë të shumësit, dashurit. Madje edhe në momentin që po flasim, themi dita e dashurisë ose dita e dashuruarve, jo dita e dashurive. Unë duaj që brenda këtyre festimeve që bën një ditë saktuar për dashurinë kuptohet dhe mos do ketë një ditë, s'ka rëndësi se nga është origjina, po themi, base ka ardhur nga një kuptim i ngushtë për një shtresë të shoqërisë që u ndalua shoqëria dhe sot e festojnë të gjithë. Po duaj që base ky sinjali i mirë i kësaj dite të vledhe për 365 apo 364 ditë të tjera, varet se si është viti. Dhe do doja madje të jetë më fuqishëm ditë të tjera. Forca e dashurisë thash nuk është te festimi i asaj dite. Mundësisht kemi ca mini festa, mikrofesta të tjera, të thjeshta brenda çdo Është dite. një simbolik që do të kalojmë pas pak, por tashmë kam dëshirë që t'i prezantoj shikuesit një material të përgatitur në studiot e televizionit Apollon. Është një material pikërisht për ditën e Shën Valentinit, për origjinën e kësaj dite dhe për format që ajo u krijua, u zhvillua dhe erdhi deri më sot. Dhe sigurisht do t'i ndaj mendimet tona këtu në studio. Kthehemi pas pak. Valentini njihet në të gjithë botën si padroni të dashuruarve. Ky përcaktim lindi nga një sër legjendash, të cilat janë shtuar me kalimin e kohës. Trëndafili i bashkimit, fëmijët, pëllumbat, dashuria sublime, të gjitha gjërat që e kanë bërë këtë një fest model për të dashuruarit. Që të dashuruarit të duhen për të gjithë jetën, edhe më shumë në këtë ditë, nuk mjafton vetëm dita e Shën Valentinit. Janë disa elemente që na vinë nga shekujt e kaluar dhe janë shtuar në kohë, që e bëjnë këtë fest kaq të madhe dhe kaq popullore në të gjithë botën. Tradita për të festuar një festë të veçantë ka bazat e saj në zakonin e të fituarit të favorit dhe bekimit hyjnor përmes ceremonive rituale, për të falenderuar të mirat materiale, për të ofruar sakrifica dhe për të thërritur mbrojtjen e hyjnive. Kjo mund të jetë për pjellorinë e tokës, për lindjen e një fëmije, për lidhjen e një martese, për të larguar sëmundjet e të tjera. Dhe me që zotëri dëgjojnë,
Ndërhyrja e tyre e mirë kujtohet dhe rikujtohet në përkohëra, duke festuar kujtimin e paktit mes zotërve dhe njerëzve, përmes këngëve, valleve, lutjeve dhe ofertave. Festa bëhet kështu kujtesa e një ngjarje të veçantë dhe gëzimi për faktin se të kujton të falenderosh Zotin për të mirat që të ka vënë. Shën Valentini është dita në të cilën festojmë atë mrekulli që është rënia në dashuri, duke shkëmbyer dhurata për t'i kujtuar njëri tjetrit të rëndësinë, bukurinë dhe kënaqësinë e të qenit i prekur nga Erosi, Zoti i dashurisë. Historia e Shën Valentinit është e mbështjellë me mister. Një legjend thot se Valentini ishte një prift i cili shërbente gjatë shekullit të tretë në Rom. Bëhet fjalë për kohën kur perandori Klaudiusi i dytë vendosi që të nxirrte jashtë ligjit martesën për meshkujt e rinj, pasi mendonte se të pamartuarit ishin ushtar më të Zot. Valentini, i cili e konsideronte pa drejtësi një gjë të tillë, celebronte në fshehtësi martesat e të rinjve të dashuruar. Kur Claudius e zbuloi një gjë të tillë, ai urdhëroi që Valentini të dënohej me vdekje. Sipas historive të tjera, Valentini mund të jetë vrarë ndërsa ndihmonte të krishterët të arratiseshin nga burgjet romake ku ata torturoheshin. Sipas një legjende tjetër, Valentini ja dërgoi përshëndetjen e parë vetes së tij. Ndërsa ishte në burg, mendohet se Valentini u dashurua me një vajzë të re, e cila mund të kishte qenë e bija e rojës së burgut. Kjo e vizitonte shpesh herë. Përpara se të vdiste, mendohet se mund t'i ketë lënë asaj një letër me firmën nga Valentini yt. Kjo fest ka marrë ngjyrime zyrtare që në shekullin e 17. Nga mesi i shekullit të 18 u kthye në një ritual të zakonshëm që miqt dhe të dashuruarit e të gjitha sferave shoqërore të shkëmbenin dhurata të vogla apo letra me shkrim dore. Legjenda e padronit të dashurisë ka qarkulluar thuajse në të gjithë botën. Kjo i ka dhënë asaj forma dhe ngjyrime nga më të ndryshme. Por sidoqofshin këto legjenda, ajo që i lidh është trinomi i emrit të Valentinit, trëndafilit dhe pëllumbit. Shën Valentini ishte duke dëgjuar një ditë teksa ziheshin dy të rinj të fejuar. Valentini u doli përpara sa kaq, me një trëndafil të bukur në dorë. Me një fytyrë të qetë dhe të shndritshme që rrezatonte dashuri dhe respekt, plaku i mirë u dha atyre trëndafilin, duke i drejtuar nga qielli. Ky veprim pati fuqinë magjike që të bënte paqe mes dy të rinjve të dashuruar. Ishte një vajzë e bukur me emrin Serapia, e cila jetonte në sheshin Terni, aktualisht sheshi Klaj. Andej, kalonte shpesh një djalë i ri me emrin Sabino. Kohë më pas, pasi të rinj kishin kaluar shumë pengesa, u zbulua se Sabino ishte sëmur dhe vuante nga një sëmundje e rëndë. Dëshpërimi i prindërve të riut ishte shumë i madh. Menjëherë familjarët sollën në shtrat prifti. Sabino ju lut njeriu të shenjë që ai të mos e ndante nga e dashura e tij. Valentino ngriti duart lart dhe u lut për çiftin e ri. Më pas, të dy të rinjt u bashkuan në një gjumë përjetësie me dy rrahje zemrash të sinkronizuara ndërsa shtrëngoheshin në përjetësi. Na ishte njëherë në Terni një prift i madh, por edhe shumë i mirë dhe i Zotit. Për kundërshtim ndaj mbretit, prifti u dënua me burg të përjetshëm, dhe prifti i madh quhej Valentin. Duke qëndruar në burg mendonte për fëmijët, të cilët i donte shumë, e që nuk do të kishin më një vend të sigurt për të luajtur. Çfarë të bënte? Atëherë ju lut Zotit dhe ai i dërgoi dy nga pëllumbat e tij. Pëllumbat u udhëhequr nga një instinkt misterioz, gjetën burgun ku ishte Valentini. Në qafën e njërit prej pëllumbave ishte varur një çelës. Ishte pikërisht çelësi i kopshtit të Valentinit.
Valentini shkroi një letër, brenda së cilës vendosi dhe Chelsea. Është e lehtë të imagjinosh atë se çfarë ishte shkruar aty. Të gjithë fëmijëve që dua, nga Valentini juaj. Historia e Shën Valentinit ka qarkulluar mes miteve dhe legjendave, por festa e Shën Valentinit festohet në 14 shkurt. Është një rastësi apo është një kuptim i veçantë? Ndoshta kjo pyetje nuk do të gjej kurrë përgjigje, por dim që në këtë ditë të madhe ne evitojmë të ushqejmë ndjenjat e zilisë, xhelozisë, zëmërimit, fjalët të cilat tërheqin favoret e erosit. Dita e Shën Valentinit na kujton të gjithëve lutjen e të dashuruarve. Në zemrën time, Zot, është ndezur dashuria për një krijesë që ti e njeh dhe e do. Bëj që unë të mos e humb këtë pasuri që ti ke futur në zemrën time. Mëson se dashuria është një dhuratë dhe nuk mund të përzjehet me asnjë egoizëm, që dashuria është e pastër dhe nuk mund të rrijë pranë asnjë poshtërsie, që dashuria është pjellore dhe që duhet, duke filluar nga sot, të prodhoj një mënyrë të re të jetuarit tek unë dhe tek ai që më ka zgjedhur. Të lutem, Zot, për atë që më pret dhe më mendon, për kë më ka dhënë gjithë besimin e të ardhmes së vet, dhe me ndërhyrjen e Shën Valentinit na ndihmo dhe na përgatit për përgjegjësinë që na jep kjo dashuri. Ndoqëm një material të shkurtër të përgatitur në studiot tona pikërisht për origjinën dhe formën se si u zhvillua kjo ditë, Shën Valentini dhe Atë Valentini, ai që e bekoi këtë ditë dy të rinj, të cilët e shndërruan këtë ditë përmes martirizimit të tyre. Kuptohet, deri në ditët e sotme, kjo fest ka ardhur përmes atyre simboleve të këndshme të trëndafilit dhe të zemrës. Kudo dita e sotme, ashtu si që pamë edhe në rrugë të qytetit dhe kemi pasqyruar në vazhdimsi gjatë kësaj dite, pam njerëz të cilët ishin shoqëruar me trëndafila, pam njerëz, grupe njerëzish të harmonizuar, të cilët shkonin të festonin, duke e ndarë këtë ditë si një ditë veçantë, me një simbolik veçantë, por sigurisht, mua nuk më hiqet në mendja trëndafili. Magu, a ka një simbolik veçantë kjo ditë, apo është thjesht afeksion? Kjo ka një simbolik. Ne le të marrim paralel ditën e verës. Ditë e verës mund të jetë me gjimime, me shtëngat, me shira, me erë, mos të dalësh dot në rrugë, megjithatë simbolika është shumë e qartë. Edhe prap njerëzit do dalin ditën e verës, edhe shipo të bjerë. Është një ditë e rilindjes. E ka simbolin brenda. Dita e Shën Valentinit është simboli i dashurisë. Dhe ne edhe në këtë bisedë, edhe kudo, në radhë të parë do ta shohim si anën e bukur, anën e vigjër, anën e mrekullueshme të kësaj feste. Ne kur kemi parasysh trëndafilin, kujtojmë edhe gjembat. Mundësisht këtë ditë flasin sa më pak për gjembat. Ne do t'i marrim atë që ka simbol, ka të bukur, të prijetshme. Është jam mësuar kjo ditë, sepse është ditë e brezave që do të vinë, atyre që kanë qenë që janë dhe do të jenë. Prandaj ne e shikojmë si një ditë përtëritse, shpirtërore. Përveç se këtu, pastaj si mas edhe grup moshave, ka dhe nostalgjim brenda, ka dhe kujtimet, a i burri me atë gruan të shi që vajzën e ka studente, ka dhe ata ditën e parë të takimit tyre, kanë edhe ata ditën kujtesën e puthjes së parë, kanë ditën e këmbimit të unazave që me si thush, anën zyrtare, kanë ditën e dasmës. Ka dhe përvjetor. Kjo ditë është si një lloj rifreskimi për të gjitha këto momente të bukura të jetës. Po. Përse kanë në disa vende, për shembull në Rusi, është dita e dasmës,
edhe është saktur, X-i e ka në 13 tetor, për shembull. Mbas 25 vjetës, bëhet dasma e argjend. Blidhen përsëri, dhëndri me nusën, që tash janë ta zëmë nga 45-50 vjeç, ule krye tavolinës, edhe krushjit kanë një zakon të rasin, e hidhur, Gorika, e hidhur, dhëndri puth nusën. Dhe po kjo ceremoni bëhet edhe pas 50 vjetës, kjo dasma e artë. Tashi, nuk e Për ta arrit. mbajtur shpirtin të ri, Mbajtur për ta shpirtin të ri. Edhe ata që janë 75-80 vjeç, por përsëri si dhëndi me nusën kanë zënë vend krye tavolinës, edhe këta thrasin, le të puthen, edhe ata bëjnë sikur puthen, ose puthen. Simboli pra, dita e martesës, 25 vjetori, 50 vjetori. Dhe të gjitha këto ne i shikojmë të përqendruar, të koncentruar të pikërisht 14 në një ditë vetëm. Pra ti je pro këtij mendimi të kësaj dite që ka një simbolik veçantë. Shumë. Nëse do t'ju shihja me një trëndafil, unë nuk jo pash me një trëndafil, do të mendoja që po shkon të takoj dikë, apo ndoshta ke nevojë të japësh një mesazh tjetër përmes një metafore njerëzore që po ecën trotuarit. Ky trëndafil ndoshta është për gjithë njerëzit, për çdo që ti takoje në rrugë, sepse është një lidhje harmonike dhe miqësore me këto. Pra, një mesazh qytetar. E vërtet është që s'mu ke parë sepse s'kishe si të më shikoj. Nuk arrit domethënë që të fest ose po themi edhe raste të tjera t'i praktikoj. Nuk më pëlqen shumë gjentje ana e jashtme, simbolika. S'karën si një trëndafil apo edhe më pëlqen gjithmonë ai që thash, imtësirat e përditshme, sepse nëse do t'i kthejmë njërë bisedës së parë, mu them, dashuria nuk është diçka që zgjat një ditë. Nuk e mbajnë dot gjallë, po themi edhe kujtimet, ka kujtimet mire. Unë thash pak më parë është një lukë, po e mirë kuptoj brezin e ri, që e shikoj skarën si mund t'jenë dhe mosha ime, mund t'jenë dhe mosha makut, i mirë kuptoj. Nëse gjithë gjërat e tjera shkojnë vaj, do themi. Pak më parë zgjodhe poezinë e Kadares, në fakt është një poezi e bukur dhe Kadares që i ke kujdeshëm në sqimatar gjithmonë duke zgjedhur njërën anë të medaljes. Unë base si në çfarë do lloj gjë shoh frikën, se edhe kjo është një shprehje dashurisë. Frika se mos thyet, frika se mos humbet, për me radhë, dhe nëse kam një poet të dashur, është një poet grek në fakt për dashurinë me një poezi të tij që titullon Deti, dhe midis gjithë atyre luleve që kanë shpërndarë sot gjithë të rinjt, do doja që edhe këtë poezi ta marrin si një lule nga televizioni këtu Apollon nga studia. Mund t'i ndajmë vargët me shikuesin? Po, me patjetër. Poezia titullohet Deti. Është një poezi në fakt që e kam për zemër për trajtimin e saj universal, duke më gjetur simbolika e dashurisë tek vetë deti. Deti na qenë ka si vetë dashuria. Ju futeni në ta dhe s'dini në do t'dilni do t'prap. Sa vetë kanë humbur rinin e tyre, lundrimet papatshme dhe zhytje plot rreziqe, shkëmbim të padukshëm, rryma që të procithin, dhe vorbulla, peshkaqen dhe utkapod. Por t'i ndalosh banjat e detit për 5 apo 6 të mbytur, nuk ka përse të heqësh dorën nga deti, pse pas ka një mënyrë për të gëlltitur. Deti na qenë ka si vetë dashuria, me mira i kënaq, por një shtrenjtë e paguar.
Dhe do më pëlqente ta simbolika e kësaj poezie që përveç se shikojmë ato trëndafilat, buqetat me lule sot, le të çojmë pak në përmend edhe atë një të vetëm që e paguan shtrenjtë gjithmonë që dashuria të jetë gjatë dhe të ketë një dashuri të madhe në jetën e njeriu dhe jo shumë dashurira të vockle. Shumë tragjik, Fredi. Mbase, kështu është këndvështrimi. Dashuria ime je prona e të tjerve, o vjedhurazi vjen dhe si hajdute prap më shkon. Thashe themen zemrën tënde brengosin, e pastaj nga dimri syve më shtekton. Dashuria ime për dhunshën dashurua, pas që vijave të bardha të kësaj bote, ti me urdhër semaforësh vjen të i hum. I prishputhjet e s'paguan as një gjop. Ah, moj dashuria ime, je shkurtimi jetës sime, dhe më gjatë pa ty do të jetoja. Frika jote e mallkuar, që kafshon ditët e mia, gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Ha, moj dashuria ime, je shkurtimi jetës sime, dhe më gjatë pa ty do të jetoja. Frika jote e mallkuar, që kafshon ditët e mia, gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Dashuria ime je prona e të tjerve, puthja me orar, takimi me orar unik. Ti më ikën maj gishtrime ti në botës, sikur unë vërtet të isha një armik. O moj dashuria ime, je shkurtimi jetës sime, dhe më gjatë pa ty do të jetoja. Frika jote e mallkuar, që kafshon ditët e mia, gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Ha, moj dashuria ime, je shkurtimi jetës sime, dhe më gjatë pa ty do të jetoja. Frika jote e mallkuar, që kafshon ditët e mia, gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Ah, moj dashuria ime, je shkurtimi jetës sime, dhe më gjatë pa ty do të jetoja. Frika jote e mallkuar, që kafshon ditët e mia, gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Gjithë kështjellat mi kthe në ranoja. Shën Valentini, 14 shkurti, në që se ju keni një përvojë shumë herë më të gjatë dhe është mirë të mësojmë gjithmonë prej fjalës dhe përvojës suaj. Shën Valentini paraprakisht në Shqipëri nuk është festuar deri para viteve 90. Pastaj kjo ditë erdhi duke u zhvilluar.
mund na japësh një informacion ndoshta edhe historik si është përjetuar në ato vite apo ky ndryshim, përse ky ndryshim i njëhershëm? Shiko, vetë koncepti i dashurisë, sa me që jemi si thosh në sferën e pak edhe të letësisë, në pjesën të rëmuse të letësisë, asaj kohë para përmbysjes, detyrimisht konceptohesh o do tjetë ajo vajza në arë, duke korrur, duke mbledhur pambuk, ky do tjetë traktorist, mund tjetë edhe agronom, pa ajo detyrimisht do të punoj atje, o do tjetë në spitale infermiere dhe zorë se ky Dashuri revolucionare, apo? revolucionare, aty do t'jepe shkrim me një ambient pune. Të shi, nuk është e thënë mos këtë ambient pune, se në ambient pune do t'njen, por gjatë procesit të punës të ekzistojnë paralel edhe dashuria dhe mbledhje e pambukut, nuk lidheshin. Ishe e qëllimshme, kështu që nuk mund të pranohesh të shi një ditë e veçantë ishe simboli, kur neve të shikojmë dy të rinj, si shpam sot, dorë për dore, një djalë dhe një vajzë, pa unaz ose me unaz, për krahu, posa martur, ose të marturistas, ose dhe me një fëmijë të vogël. Ne i shikojmë ta krejt të lirë nga ato sfondet e asaj kohë, nuk mu ta pranoni të ditë simbolike, sepse do ishe në fabrik, do ishe në ekuru, do ishe në aksion, do ishe... Edhe ato mund të ishin, nuk po themi, nuk përjashtoheshin. Po detyrimisht du të ishe një sfond i tillë. Jo, sot nuk e pam të sfonde. Ne nuk e dim nga erdhën ta njerëzit. Mira njerëz mblidheshin, kalonin qindra, kalonin këtej. Këta janë të shpengur nga nuk mund t'i kushtëzosh. Këta janë të lirë, siç është i lirë edhe simboli, siç është e lirë edhe dashuria. Për të zgjedhur, për të zgjedhur, se janë dy anët. Mund të zgjedhësh ti, po nuk je i zgjedhur. Si thotë Zëzbergeri. Ti shikon, po nuk shikohesh. Duhesh edhe të shikohesh, po edhe të shikohesh. Prandaj kjo mori një erdhi duke u pranuar nga të gjitha brezat, pa paragjykime. Edhe ata që janë në thellësi të krahinave. Do më thënë, diçka din për këtë ditë që shënuar. Sepse në fundit ku thoshe një moshuar, i thoshte dikujt, e po kujto më qenë, i thoshe se kam qenë dhe unë 20 vjeç. Do më thënë, edhe i kujton, kur vuri ta zëm një lule, këtu që i themi në filetës gjaketës, unis tokë me kryshit për manusën. Një herën ko nisëshi me kuj, me karo, me zëtor, edhe eri të shi me ato taksit që i dëgjojmë në vetë ditë të djelave edhe në dimër që po kalon nusi e re. Një varg nusi, një dashuri që po kulorizohet dhe po materializohet. Mirë, shikues nderuar, do të ndaj me ju tashmë emocionet poetike. Kemi përzgjedhur pak poezi të cilat do të përcjellin drejt për drejt tek ju ato emocionet të ngrohta të dashurisë, të dramës së dashurisë. Vuajtje, derte, veç më solli rrugë e gjatë e dashurisë, mbi oazën si një ëndër, ylli bardh po ndrin vetmis. Për jetë ta endem jam dënuar, horizonte shkretëtir. Pas karvanesh të kapitur karro e lodhur e kujtesës. Për të bukurun Leila, vaj e këngë ka të razuar, lule,
Kopshtet të gjelbëruar janë mbytur në det të Haresës. Gjurmët e thella të premtimeve, mjegull rëre ka mbuluar, oaze largët po mëfton verë, harem, këngë, pikëllimi. Mali djegur lotët derth, vesta artë mbi trëndafilat e një kopshti në Shiraz, ku bilbilin byt trishtimi. Ja oaza, te ku shfaq, tinguj dehës dhe hare, vijin dhe shkojnë, flen dhe zgjohen, me një shpres të ditës së re. Në bujtin tek dremiten, hëna vellon krejt ka hedhur për mbi zjarë të ndezur ëndrash që kur shuhet për mbi dhe. Por për rreth pantera gjaku, veshët pibëz se qimbajnë, sytë e tyre vezullojnë në errësirën e pafre. Kur mesnata ka kaluar, për mes gjumit të trazuar, për mbi sup një pëllumb ulet e nga do po qelin lulet. Por një kobër fshehtësie me fishkëllim heshtjen qanë, për mes terit ndrit një kam, teh i saj por si rufe. Shkrepa shkëmbi se që shkërmoqen, qiejt thyen si kristal, yjet bien por si shi, drita qelet dal nga dal. Këngu i varash mbi lëndina, liqej sermi, cicërima, e i purpurti agim harez qon, s'ka perëndim. E pran meje gjithën ur, hi e shi, sharmën nusërie, buzëqesh Leila e bukur, indri në sytë lumturie. Bashk do jemi për gjithmonë, atë që jeta pa drejtë ndan. Zoti në vdekje e bashkon, në të lumen dritë pa fundësi. Më është dukur vetja shumë i varfër sot. Kërkova dhe zgjeta shkallë për në qiell. Tulesha në gjunjë para të madhit Zot, për ditëlindjen tënde t'i kërkoja një diell. Dhe një tuf me yje nga lëndina e kaltër do mblidhja me duart e nxehta të zemrës. Në zbritje, s'do të më duheshin shkallët. Me krah, dashurie do të ulesha në ëndër. Por qielli është larg, shumë larg. Larg është edhe lisharsja e hënës. Në qiell ka ditë, por më shumë ka natë. Ti përkundesh si një këngë e ëmbël. Dhe janë aq bukur rrjetat e puthjeve, në dritën e këngës
ti që ndis ylber. Kot kërkoj qiellit shkallët e lutjeve, kur shpirti yt është i tërë i qiell. Me ty jam i pasur mbi gjithë të pasurit. Dëshurit kanë ditëlindje çdo ditë. Hana dhe yjet se zvendësojnë dhuratën, diellin e shpirtit bekuar nga Perëndit. Përmes tymit të cigares, ti tret heshtjen. Heshtjen tënde lakonase, ku deshifrohen mundimshëm mendime fosforeshente. Kanet, kur lunatizmi yt i patë keq, mistruk të gjitha hijet në qoshk të instiktit dhe nise predikon tundimin e dritës. Dritës tënde të përtejetshme, që s'di për sa kohë do të ma elektrizoj ajrin me praninë e saj të prekshme. Pastaj, mos ndodh ta kërkoj ndriçimin brenda qepallave të mbyllura hermetikisht. Kulotët patjetër do e gjejnë shtekdaljen. Kur ti e di se ata i urrej, po aq sa cigaren e shuar flashkët në taketuken prangotës së verës. Të kisha ty, ndaj isha i lumtur. Dashuria jote më bëri poet. Më ike si lot i blert në pisha. Më le anije pavela në det. Të kisha më ike. Të dua s'më vjen. Ri e mendoj mbytur në ngashërim. Nuk di nga dhimbja e malli për ty. Piva 3 gota pikëllim. Duke fishkëllyer melodinë e këngës, mbi ball më ran ca flok rebel.
në odhën e ngusht, imazhi yt më shfaqet si ylber në Zabel. Ishin qaste poetike të cilet i prum pranjush. Tashmë do të kalojmë në një tjetër moment. Dashurin duam ta përkufizojmë, gjendjet shpirtërore duam t'i përkufizojmë, t'i përcaktojmë ato. Poezia shumë herë i lë ato të hapura, prandaj kemi përzgjedhur për sot pak sentenca filozofike, të cilat e bëjnë më të prekshme dhe më të kapshme, dhe sigurisht përmes bisedës këto sentenca do t'i shtjellojmë qoftë në formën filozofike, psikologjike dhe sociale, ashtu edhe shpirtërore të tyre. Maku, sa më shumë dashurojmë, aq më afër përvojës shpirtërore jemi. Është tjetë gjë ata që mbyten në këtë det, simbol të dashurisë. Edhe është ndryshe kur thyhet një dashuri. Do më thënë, duhet ta marrim dashurinë, ta përfitojmë të plot, të kristalizuar, të gdhendur. Do më thënë, dhe ajo që thyhet kanë qenë sinjalet e një dashurie. Ajo nuk u plotësua, sepse ne dim në mënyrë edhe nga letësia klasike, edhe nga letësia me mire shekullit, edhe nga letësia sonë. Do më thënë, kur thot në i frashri, balë të pluhut të të bëjmë të mëshkeli i këmbesaj. Do më thënë, aji është në mënyrë absolute i dashuruar, edhe pranon, edhe nuk këtu vetëm do marrë, jo si poshtërim, jo si përullje, po unë kaq shumë e dua këta, sa çdo gjë që të bëj ajo, ma e bën për të mirë të fatit tim, dhe në rast se i duhet i kem besaj të mëshkeli, ajo e bën për hartët të dashurisë, duhet ta kuptojmë në vetë flijim, duhet ta kuptojmë drejt në infrashin në këtë rast. Dhe ato që thyen, me që jemi në ditën e Shën Valentinit, ato nuk i kanë kaluar provën e zjarrit. Duhet kalosh provën e zjarrit. Sepse ajo pasaj është e vetmja përvojë në jetë. Me mira janë ata që akoma jetojnë dashurinë e tyre të parë. Një përvojë shpirtërore që të rritë, që të pjetë. Pikërisht me të esën, Maturon. u dashuron, patën dashurinë e parë, puthin e parë, patën fejesën, martesën, fëmijët, u rritën, u bën besa 18 vjeçë, në studente. Ata janë me këtë përvojë brenda jetës së tyre. Ata mbushin jetën me një përvojë që buron nga njëri te tjetri. Pra, Fredi duket si një përvojë kozmike që qënë çastin e parë dhe pse je shumë i ri, 20-22 vjeç, duket sikur ke një pjekje të menjëhershme gati hyjnore. Edhe ajo pastaj ecë dhe ruhet edhe mbushet. Domethënë, nëse pati ata platrat e njoma në fillim, janë bërë krah për të fluturuar. Edhe njerëzit çajnë përmes vështirësive. E mbrojnë atë dashuri, atë që ne i kemi simbolin ditën e sotme. Jo, do ndryjt, është tamam si shtot magu, sepse nisë me lulet. Ka mundësi që ato lulet të përkushtohemi, të rumihim atë tokën dhe të mos i shikojmë në kuptimin simbolik, si diçka që do vyshke nesër të putra, po sikur akoma në tokë. T'ja urumihim atë tokën, t'i ujitim, t'i ruajmë nga lloj pasigurirash, dhe nesër të shikojmë pikërisht ato fruta që po thot maku. Fëmia, nipi, mbesa. Njeriu edhe sa do egoist të jetë në një dashuri, vjen një moment që është e mund një dashuri më madhe që është dashuria njerëzore. Mbase simbolika e kësaj dite është, mbase ajo në kuptimin lirik, po themi dhe si që janë trajtuar, po me dhjetra e me qindra tema të mëdha, në muzikë, në pikturë, në letërsi. Por njeriu duhet nga dalë të kthehet me këmbë në tokë. Duhet të mbisundoj kjo dashuri njerëzore që të funksionojë mirë dhe kjo dashuria në çift.
Edhe në base ajo kënaqësia është më madhe pastaj në një moshë më madhore që po, ne jo nuk tradhtuam njëri tjetrin, por nuk tradhtuam dashurinë. Qartë, që më thonë besnika e saj përvoja shpirtërore, aty cituam pak më parë. Në fakt isha një tjetër thënie për ty, Fredi, kur do të pushoj së dashuri virtytin, atëherë do të pushoj së dashuri dhe ty. Pra, duke parë dashurinë në profilin e një marrëdhënie njerëzore, kuptohet, midis dy personash, por në aspektin e të virtytshmes, në aspektin e shpirtërores, jo thjesht në aspektin e një kurore apo materializimit të dashurisë në një martesë, fejes, lidhje apo një çift apo diçka tjetër. Një nga rreziqet e një dashurie të gjatë që nuk e them këtë, ne nuk vim këtu sot si profesor dashurisë, ne vim si tre poetë jemi me gjithë Gentin. Pasi kemi lexuar letësia, një nga tematikat e saj më të preferuara gjithmonë ka pasur dashurinë. Madje le të jetë dhe një roman, po themi edhe për luftrat të mëdha të dytë botërore, të parë botërore, Romani Pasternakun, gjithmonë aty brenda ka një linjë dashurie, nëse nuk është tema madhore. Një nga rreziqet e dashurisë është sepse sa më jetë gjatë të jetë ajo, aq më tepër po themi secili nga palët nuk zbulon më tej virtyte, mbase i ka parë në fillim asyrin e verbër, po gjithmonë dalin vese të meta. Dhe këtu është mirë që të krijohet ajo përshtatja. Pastaj dhe mbase nga kjo vjen edhe ato dështimet, po themi edhe në dashuri të mëdha, po të shikojmë, shkemi vipat në Hollywood apo në mirë është që ta pranojmë njëri tjetrin kështu siç jemi. A ka virtyte pastaj? Virtyte ka. Plot. Mbase për mua virtyti më madhor i dashurisë është sakrificë. Dashurinë nuk kërkojnë teka. Nuk kërkojnë begenisje. Dashuria ka sakrificë. Për atë dyshën çift, pastaj bëhen 3, 4, 5 dhe ndaj Genti se më qartove pak në parë dhe mbase me tresht, e shikon pak me tonë të errta, e shikoj me tonë të errta, po nuk kam si ta shikoj me një mënyrë tjetër, sinqerisht. Ne të dy jemi dhe mësues. Dhe atë që thash pak më parë shumë e lehtë sot të biesh me këmbët brenda në grop, madje dyshe. Por ata që shikojmë sot me buqeta lulesh, sa nga ata do t'i dhurojnë këto lule njëri tjetrit pas një viti, pas 3 vjetësh, pas 7 vjetësh. Më tremb gjithmonë kur dëgjoj lajmet në televizion, kur shikoj divorce. Sepse këti deti që folën pak më parë te poezia ime e preferuar ati poetit grek, e marrin shumë lehtësisht nga bregu që do t'i futemi me not, po shkojnë deri, po themi në çerek apo në gjysmë edhe mbase vetja dalin, por ngarkesën që kanë me vete, po themi fëmijët e me radhë, i shikojnë me shpirtar ardhur keq. Ka dashuri më të madhe që fëmia një lloj si brenda çiftit të marrë dhe t'jap dashuri me 2 prindrit, mos ka ta ndiset me një. Dhe ndonjëherë dëgjojmë që as edhe me njërin nuk ka ta ndiset. Pikërisht edhe mesazhi i sotëm apo kjo bisedë sotme është ndoshta në të njëjtën hulli të mendimit që ta shohim dashurinë si një aspekt shpirtëror, si një përvojë, si një maturim, si një virtyt në personin që kemi përballë dhe jo thjesht një afeksion, të cilat janë të destinuara më pas të dështojnë apo të hyjnë aty detit me notë dhe që në ato hapat e para të notit të jenë të destinuar të kthehen ose të mbyten. Këtu mund të ishte një mesazh për një moment, do të thosha, ruajeni dhe mbrojeni dashurinë. Dashuria duhet të mbrojtur. Është në një raport me anën materiale të jetës, me anën shpirtërore. Më shoj anën shpirtërore, sepse do të zbehet ana materiale. Nuk është e thënë që i ketë gjitha të mirat materiale, e ketë garantuar, e ke në dorë, në plën të dorës si një lule dashurinë. Mundet që pikërisht ana materiale ta cënoj,
ana shpirtërore është ajo që e mbron. Prandaj ti themi, ruajeni dashurinë, por edhe mbrojeni. Ajo që tha Fredi, që kërkon sakrificën. Në qoftë se nuk e ndjen nga fjalët e mia se dashuria ime është e vërtet, atëherë s'do të jesh kurrë i denj ose e denj për mua. Jo vetëm nga fjalët e mia. Njëherë neve dim shumë mirë që dashuria shprehet me anën e jashtme, me shikimi, perceptim. Shoqërohet me anën e brendshme emocionale. Dhe është fjala që vesh qoftë njërin, qoftë tjetër. Është fjala që e shpreh. Domethënë, Që e materializon të koncept abstrakt, e bën prekshëm. e bën të prekshëm. Me që se jemi tek fjalët, në qoftë se nuk e ndjen nga fjalët e mia se dashuria ime është e vërtet, atëherë s'do të jesh kurrë e denj për mua. Për ty do të ishte më e lehtë të dhuroje një varg apo të dhuroje një trëndafil. Procesi të shkruarit pastaj është pak tjetër, po themi jo se s'kemi poezi dashurie, mund të jenë edhe poezi dedikuar. Po themi një personi konkret që është e dashur apo dashortja, por më shumë më pëlqen ai roli, po themi si në çfarë do lloj situate tjetër nëse do ta trajtonim ai roli i spektatorit duke i parë pak gjërat nga lart. Ka pastaj edhe poezi dashurie ku duket një lloj protagonizmi. Nuk e din nëse do zgjidhja një nga poezitë. Pra ti edhe për sot nuk e zgjedhur trëndafilin, ke zgjedhur vargun. Po, përderisa emisioni është për Shën Valentinin, nuk duhet po themi që dita e dashurorit na mërzitet thot as, Lule nuk ka shtu pas një poezi. Atëherë për cilë vargun? Poezia titullohet Të desha. Të desha, donë se u shfaqe si drita, që më tepër verbon se të falë shikimin. Si një trëndafil plot gonxhe e rëmira, që befas grefos gjemthat dhe plagos tinës. Të desh, si një gardalin mashku, jo shur nga kënga e femrës në kafas, që bën shmos me sekurave të hyj, dhe pse nga aty s'do dal dot më pas. Të desh, si netve pusi i thellë, pasqyrimin e henës shtrëngon në gji, si kufoma në dhe, që adhuron lulet, e shkurnajës mizore, që mbi të kthetra shtrim. Të desh, si një boa e çmendur, që pas tingujve të flautit daldis, pashka se në për trup provon pas kësaj torturat e kancerit të dashurisë. Magu ti ke zgjedhur trëndafil për sot? Po, afërsisht përmendet fjala bisk, syth. Edhe në vijim të Fredit, në vend të një tufe, ne me që jemi poet, të tre, Prandaj e kisha zgjedhur dhe thënien e tretë, nëse fjala nuk arrin të bindë, atëherë nuk kam mjet tjetër. Të guxosh të jesh si ai bisku i njom në shelg, të përshëndoshesh me ujin e ri në lumë, e mos të besohet se po sheh veten, dhe gjatë natës që vjen, të ndjesh si vërshoj një cingërim që pret, e vret, e ati shelg, të mos mundet më ta mbështjell, t'i hedh një mules, e ta qetoj. O vajs, o syth i parë në deg, që re befas në dimër, me cingërim të hidhur, beson. Si është dashuria jo që të hapi plan, tek e gëzoheshe si një dashuri e të parë, por ti ec
ka përceje me kohën tej se diçka tjetër, krejt e re, do t'jetë më e vërtet. O vajzë, sytë i njom në sheli. Faleminderit Marku, sepse edhe unë emocionova kërë lezat. Po, tamam si një syth në një delkje. Duket si një këshill për kurajo, për ingritje, edhe. Për ngritje, sepse diku ka, du t'i pranojmë, ne nuk po i mësojmë anëve, do më thënë, tragjike, no. Ne kemi ditën e gëzuar, festive, po sa doj bukure apo jo qielli, befas mbulohet me re, ka vetë tima, ka rufeta, apo jo. Dita e sotme dhe biseda për dashurin është e gjatë dhe ne nuk duam asnjëherë të ndalim së foluri për të ndjenjë sublime të shpirtit njerëzor, por ta ilustrojmë pak me emocione muzikore dhe do të vazhdojmë bisedën. Mëngjes e ve kur u lutem, buzët driven, dhe ti më të shfaqesh mbi bu, zët e njën. Lutjet e fshehura në, gryk më mlidhen, gjersa formohet emri yt, Maria. Natën me sterit kërkoj, ftyrën tënde, flakët e i qafën që vetëmin mbulon. Sidre që thelti me gjak, më ke hyrë, dhe fajnët e malit për brënda, po më shpoj. Nuk di për çfarë të të pyesonte, nëse je angjëll apo djallë, ti që arrite të mi marrësh mendë e mia. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armët e dashuris për ty, Maria. Nuk di për çfarë të të pyesonte, nëse je angjëll apo djallë, ti që arrite të mi marrësh mendë e mia. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armën e dashuris për ty, Maria. Pa ty si një tren ekspres, koha shkon, pse s'ndalet ky tren diku që do s'pres? Zgjatem për te saj që të harri, e unë nga dheu si qind pranë të mbi. Nuk di për çfarë të të pyesonte, nëse je angjëll apo djallë, ti që arrite të mi marrësh mendë e mia. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armët e dashuris për ty, Maria. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armët e dashuris për ty, Maria. Nuk di për çfarë të të pyesonte, nëse je angjëll apo djallë, ti që arrite të mi marrësh mendë e mia. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armët e dashuris për ty, Maria. Shkova e rash në pustin tënde, pas një kusht dorësova armët e dashuris për ty, Maria. Jemi në kulmin e shprehjes shpirtërore. Ashtu si që cituam edhe pak më parë, fjala është ajo që materializon. Te fjala
shpirti merr formën e tij. Është letërsia ajo e cila i ka dhënë botës një shtysë të fuqishme, ose ndoshta një nga shpikjet më të mëdha, dhe po i referohem këtu Brodskit, një nga shpikjet më të mëdha të njerëzimit është letra dhe letërsia. Ajo i dha arsyes dhe shpirtit njerëzor shtysën më të madhe në hapësirë dhe në kohë. Maku, ju dhe keni një përvojë të gjatë në fushën e letërsisë, si në krijimtari, në publicistik, në dramaturgji. Kam dëshirë të bësh një udhëtim në për autor? Pa u ndalur në shtratin e këngës popullore, ku folklori ynë ka perla në të gjitha trevat që nga jugu në veri, nga këte që jemi në jug perëndim deri në lindje, të gjitha trevat e Shqipërisë kanë këngë të jashtëzakonshme për dashurinë. Dhe nëse do të bënim një vështrim është e pamundur të renditësh gjitha ato vepra të pavdekshme që i kushtohen, ku në qendër është pothuajse dashuria. Pavarësisht nga motivet e luftës së Trojës, ne kemi Helenën e Paridit. Ne kemi në Safon. Poezitë e Safos janë sikur janë shkruar në ditët e sotme, nga një vajzë këtu në Vjera, në Berata, në Shkodër, janë kaq të ditës, edhe kaq të thjeshta dhe edhe e qellojnë në shenjë dhe në thelb dashurinë. Dhe madje edhe Anakreonti mu kujtua për shembull një dy strofa, poeti i madh i Lasis, ja, 7. Ai ka pasur anën humoristike. Të gjithë gjërave që i trajtonte, kishte satirën dhe humorin. Po Eros që qëllove me shigjetat e gabuara. Ose thot në një vend, Anakreont që nge plaku, gjithë gratë më thrasin, dhe pardje më dha në rrugë një cop xham që të më ngasin. Dhe më thanë ato një zeri, na vështrohu një thërime, që të bindi se në kokë s'të kam betur as një qime. Edhe të mësësi e tallnin gratë, po midis tyre ishte njëra që ai e rëmbeu nga vendi ku rinte dhe iku tutje. Ti je një nga ato, i thoshte. Fredi, me që se ishim tek letërsia dhe tek poezia, sa ju ka ndihmuar poezia për të rritur shpirtërisht ju në momentin tuaj, në atë çastin e kulmit emocional, dhe kuptohet, a ka funksion sot poezia? A funksionon poezia dhe vargu poetik tek brezi i ri, tek e ardhmja? Në vazhd në një serë autorëve që Maku i trajtoi këtu, duke marrë që nga, po themi, periudha e rilindjes apo nga antikiteti dhe deri në ditët e sotme, dhe trajtoi në pak dhe disa autorë shqiptarë. Ali Aslani është një ndër autorët e dashur, po unë s'do doja këtu të lindim një poet tjetër, Vlonjat, të kalibit kombëtar, që është Fatos Arapi. Ka një strofë gent që mbase nuk mund ta riprodhoj ashtu siç duhet, po do mundohem. Thot, unë të desha si vetjetën, kështu dashurova unë, edhe prap e qertoj veten, si së desha pak më shumë. Dhe po thuaj me këtë linjë vazhdon dhe mbi strofa tjera. Është një poezist, po themi, që të zgjon dhe pas një lloj abije në vetvete. Për këndvështrimi nuk zihet në gojë fjala pus apo shtamb fare, por të leta nuk kuptosh që dashuria është si një lloj pusi që nëse ti ke etje, ajo nuk shteron asnjëherë. Nëse ti arratisesh pastaj, shteron edhe vetë pusi. Do të kalojmë tashmë në një tjetër emocion. Më fal. Është e natyrshme që të gabojmë. Është e natyrshme që në momentet caktuara të jetës të jemi të rrëmbyer, të mos vlerësojmë personin që kemi përballë, të mos vlerësojmë atë që është e virtytshmja, fisnikja, ajo që na maturon shpirtërisht. E kemi parazgjedhur pikërisht për ju, me një mesazh shumë të thjeshtë. Më fal. Le ta ndjekim këtë dhe rikthehemi në studio. E dashur,
Ikona ime, plotnia dhe plaga ime. Kaq shumë ditë kam pritur që ti të shfaqeshe. Aq sa besova se nuk ekzistoja në këtë botë, përderisa ti ishe veshur me heshtje dhe shihje të tjera yje në universin e frikshëm pa ty. Kam lotuar e dashur. Aq shumë sa mendova se gjithçka është kotësi absurde në këtë jetë dhe kur dashuria nuk mund të jetojë tek njerëzit. Si ngushëllimi vetes, grafikoja me fjalë puthjet, buzët, mëngjeset tona të magjishme në dhomëzën e ëndrave, dashurinë dhe atë pjesë të jetës që më jep dhe më gjeneron shpirt. Nuk doja të të lëndoja, as të bëj të ndjesh dhimbje, por vetëm të thoja se çdo detaj i frymës tënde është tek unë, dhe unë jetoj me dashurinë tënde. Doja të thoja se heshtja ndonjëherë nuk mund të jetë ineksistencë, por reflektim për të parë brenda vetes dhe për t'i ngritur në përjetësi ndjenjat tona. Mos u trishto. Edhe nëse nuk të dëgjoj zërin, përsëri emri më zgjon dhe më thot se unë të dua. Dua dhe hieroglifet e emrit tënd. Të dua dhe jeta ime ka vlerën e një çasti nga qenësia jote. Kaq shumë të kërkoj brenda vetes e ti shfaqesh e rishfaqesh si lojë lotuese në sytë e mi. Trishtohem. Shumë herë ndjej se nuk mund të eci mëtej. E sërish, mes hapave më trokon mendimi se diku do të jesh, dhe unë do të jem diku duke pritur që ti të buzëqeshësh. Shumë herë fjala më gjykon dhe më mbetet në buzë, duke tymosur pas ditët e mia. Ndonjëherë dua që kohën ta përmbys dhe të kthehet veç 1/1000 e sekondës sa unë të gjej fjalën brenda meje e ta therras deri në yjsi. Trishtohem pa ty. Ti nuk përgjigjesh. E di, plagët janë frymë të vrara që mbyllin ciklin jetësor tek një lot. E ndjej, ti nuk do të më flasësh më për puthjet tona dhe as stina ime e ngrohtë nuk do të jesh. Ti do të jesh për mua fladi i mëngjesit që do të më zgjoj afshin e lëkurës së zhuritur e të më kujtoj se ëndra u bë vesë. Sa herë përpiqem të të harroj, aq sa lotët më duken si një lojë mëngjesi, aq sa gjethet më duken si pritja jote gjatë që kullon mallin në kupën e përmbysur të këtij agu. Mëngjeseve, në dhomëzën tonë sa një ëndër, ti qeshje gjithmonë dhe unë me gjethet të kuqet trëndafila shmbuloja lëkurën tënde të bardhë e nuk të thosha kurrë se bëhesha i marrë pas teje. Ti më luteshe të thoja të dua,
Unë të puthja lëkurën e bardhë, mbuluar me petale të kuqe. Fshehur azi, në poret e tua përshpëritja ta adhuroj, e ndërsa ti në heshtje si unë tani, lotoje. Agimet unë i quaja përëndimet të flakta me gjak të rëndafilash. Tashmë, mëngjeset e mia janë gjaku i plagëndrës son që më mbushin me heshtje, me psherëtima gri. E di, nuk më dëgjon kur të them të dua. Kjo është e fshehta e lojës sime të trisht dhe sa duat të më dëgjosh, të belbëzoj në kraharorin tënd. Më fal. Të nderuar miq, ishte kjo një mesazh i përzgjedhur artistik. Do të kalojmë tashmë tek ato momentet e fundit të këtij emisioni, edhe sigurisht gjatë gjithë minutave të këtij emisioni, mesazhi ynë për ju ka qenë gëzuar Shën Valentinin. Le të jetë kjo ditë një ditë e mbushur me trëndafila, dashuri dhe paqe me njëri tjetrin. Maku, mesazhi juaj për ditën e sotme. Unë kam një poezi të thjeshtë. Dhe ju e keni parazgjedhur po përsëri me poezi. Po, kam një poezi të thjeshtë që quhet Luluja, po unë e kam për të gjitha lulut. Luluja ish një qukse, sikur e talli djemtë dhe zojtë, dhe sidomos qukapiku sidomos. Nuk ja vrenin buzëqeshjen ata djemë çapkan, kur ajo buzëqeshte si një mbrëmje me hen. Ata duhet ishin të verbër, e s'dinin ç'është një bukuri me quka, si një blan në rere, ku vezullin e thek si lule. Po kur u rrit dhe ca luluja, e u bëj si një zanë pylli, çuditërisht ikën dhe qukat, e vetë tiu bukuria. Sa vonë për të parë bukurin, me quka apa quka. Po që bën në bot luluja, heshte unë i humburi, luluni që e humba. Faleminderit Magu. Besoj se edhe shikuesi e kuptoj mesazhin për ditën e sotme. Kur i duam lulut, me quka ose pa quka, ne s'duhet i humbasim. Të do të thoshim. Fredi, është një ditë e veçantë, një simbolik e veçantë, dita e Shën Valentinit. A keni ju një mesazh? Unë një mesazh të thjesht të bëj të teleshikuesin me urimin më të sinqert që çdo ditë të jetës tyre ta jetojnë si një Shën Valentin. Shikues nderuar, para se të mbërrim tek mesazhi i fundit i kësaj mbrëmje dhe i kësaj dite të veçantë, do doja të falenderoja të ftuarit e mi, të cilët ishin prezent në studio dhe përmes diskutimit dëshiruam të përcjellim tek ju mesazhe për këtë ditë të jashtëzakonshme, për ditën e Shën Valentinit. Magu, faleminderit Faleminderit dhe ju për ftesën. që ishit në studio me ne në këtë ditë të veçantë. Fredi, faleminderit që ishit në studio. Gjithashtu faleminderit. Nëse të gjithëve ju urojmë gëzuar Shën Valentinin, urimi im për juve, me që se ju që në studio, është sa më shumë vargje për Shën Valentinin. Herë si loj, herë si orakull. Gjithmonë do të ketë këndvështrime për to. Gjithmonë do të flitet për dashurin. Në çdo kohë është folur për to. Në kohë paqe, në kohë lufte. Edhe megjithatë, nëse ka një ditë të veçantë, ose nëse të gjitha ditët janë të mbushura me dashuri, një simbol sigurisht e ka. Zemra dhe trëndafili. Ju urojmë gëzuar Shën Valentinin. Le të jetë për jetë i gëzueshëm për gjithë ju. Bashkë miru pafshim.